ky proces me dyert të mbyllura, a e dëmton transparencën dhe besimin brenda partisë? Nuk mendoj që është thjesht çështje e dëmit që shkaktohet në transparencë dhe në imazhin e partisë. Kjo është një çështje kruciale për vetë demokracinë si kulturë dhe si shkollë e munguar në realitetin dhe në mjedisin politik të Shqipërisë. Dy partitë kryesore në vend janë në një krizë të konstitucionit të brendshëm moral dhe demokratik. Këto dy konstitucione në të ashtu quajturën periudhë të zgjatur të tranzicionit u dëmtuan substancialisht dhe shkaktuan trauma të mëdha në besimin publik për implementimin e demokracisë. Sot tek Partia Demokratike mungon ndërgjegjja e zbatimit dhe e respektimit të rregullave të lojës që lidhen me demokracinë, qoftë kjo edhe në një familje politike si kundër është Partia Demokratike. I fundit që me sa duket e ka praktisur përfundimisht këtë shqetësim dhe këtë ndërgjegje është kryesuesi historik i kësaj partie, zoti Berisha. E thash edhe njerë që ai ka vetëm një qëllim politik, të ketë mundësinë absolute të delegimit dhe të caktimit të pasardhësit të vet në kryesimin e partisë. Por kostoja politike që shkaktohet prej këtij qëllimi do të jetë padyshim në rritje dhe padyshim me pasoja. Ajo që është thënë shpesh nga analistë, komentojnës politik dhe vëzhgues të jetës politike në Shqipëri, është e lidhur drejt për së drejti me krizën morale dhe krizën e besimit që ekziston tek forca kryesore e opozitës së vendit. Dhe mos harrojmë që një ndër objektivat më pak të lëvizura në skenën politike të opozitarizmit politik në vend është pikërisht mungesa e tendencës për të unifikuar partitë e opozitës. Në këtë pikpamje, zoti Berisha edhe pse premtoi qysh në fillim të herës kur u rikthye, nuk ka asnjë hap të hedhur pozitiv.